Mendoj se ky është raporti më i keq në tre zgjedhjet, të themi 2017, 2021, 2025. Dhe mendoj se i ka rrëzuar zgjedhjet, në kuptimin që ato nuk ishin zgjedhje të lira, nuk ishin zgjedhje të drejta dhe nuk ishin zgjedhje të ndershme. Nuk ishin zgjedhje të lira sepse raporti thotë që pati trysni te administrata, te mësuesit, te qytetarët, te funksionarët, për t'i marrë tubime, për të premtime për votën. Nuk ishin të drejta sepse ato nuk ishin të barabarta. Dhe këtë thot raporti, dhe kjo është një frazë e re që raportet e tjera nuk e kanë pasur. Raporti citon që qeveria pati përdorim të administratës, burime dhe administratës shtetërore, duke marrë avantazh të pa drejt dhe duke i bërë zgjedhje, tereni ishte i pa barabartë, duke bërë një teren pa barabartë. Pra, çfarë do me thënë mbeti? Do me thënë që janë dy skuadra në fush, njëra ka 12 lojtarë, ka dhe arbitrin me vete, tjetra ka 11 lojtarë.